me rastin e 50 vjetorit të themelimit të klubit futbollistik Bashkimi nga Cervica, por edhe me ardhjen e mërgjimtarëve në vendlindje për pushimet verore më 19 korrik në fushën sportive të klubit, do të zhvillohet një turne futbolli. Abdullah Dauti nga Rjeta e Yjeve, pjesë e organizimit të këtij turneu për televizionin Uskana, duke dhënë më shumë detaje, tha se synojnë që përmes këtij aktiviteti i bashkojnë sportdashësit, ish futbollistët, mërgjimtarët dhe të rinjët, duke krijuar një atmosferë festive në nder të jubileut të klubit. Ai gjithashtu njoftoi se në turne do të marrin pjesë gjithsej 16 ekipe, ndërsa ndeshjet do të zhvillohen sipas sistemit 5+1. Për ekipet fituese janë siguruar edhe çmime në vlerë prej 1.400 dhe 200 franga zviceriane. Regjistrimi i ekipeve do të jetë i hapur deri në plotësimin e 16 vendeve të parapara. Këtë vit, ose më saktë këtë fundjavë, të dielën më datë 19 korrik më fillim në ora 14:00. Fshati Cervic, bashkarisht me mërgatën e këtij fshati të cilët punojnë dhe veprojnë jashtë, kanë menduar, ose më saktë janë përgatitur dhe kanë organizuar një turne të madh, ku ky turne do të përmbajë ose do të garojnë në këtë turne 16 ekipe, të ndara në 4 grupe, të cilat pastaj do të vazhdojnë në fazën me eliminim. Ky turne është organizuar nga fshati me arsyen apo me qëllimin për të përkujtuar edhe një herë klubin e parë shqiptar i cili ka garuar në ligën komunale në Kërçov, klubin futbollistik Bashkimi. Edhe për këtë arsye edhe turneu organizohet këtë vit, në vitin 2026, pra që nga themelimi i këtij klubi në vitin 1976, ku këtë vit i bën 50 vite. Turneu organizohet me sistem loje 5+1 në bar natyral tek stadioni të cilin janë munduar ta kthejnë përsëri në formë, stadion të cilën kanë luajtur më herët ekipa e klubit futbollistik Bashkimi, ekipa e fundit le të themi, për sa kohë ka garuar në ligën komunale. Turneu do të zgjasë një ditë, do të thonë jetë një turne një ditor, edhe kjo me siguri organizohet edhe me ardhjen e mërgjimtarëve në vendlindje për pushimet verore. Po, pasi që fshati Cervic bashkarisht me mërgatën e këtij fshati e kanë organizuar, e janë kompletuar për këtë turne, edhe për këtë arsye. Ndërsa ne si organizata sportive Rjeta e Yjeve jemi shumë mirënjohës dhe të kënaqur që jemi bashkarisht me fshatin Cervic për të organizuar këtë turne, do thënë bashkarisht për t'i dhënë një shtys përpara me rinin, edhe gjithashtu kjo. Për shpërblimet, do të thënë për më të mirët e këtij turneu, për ata që do të kalojnë deri në gjysmëfinale dhe finale, për vendin e parë janë parapar 1000 franga, për vendin e dytë 400, dërsa për vendin e tretë 200, edhe unë si kryetari i kësaj organizate bëj apel dhe thirrje për të gjithë mërgjimtarët, njerëzit cilët veprojnë dhe punojnë këtu, të gjithë bashkëfshatarët tanë, të gjithë bashkëqytetarët të vinë atë ditë, sepse hyrja do të thënë për publikun është falas, po ashtu edhe për ekipet të cilat kanë interes të marrin pjesë në këtë turne, munden të paraqiten numrat të cilat janë vendosur për paraqitjen e këtij turneu. Sepse vendet e lira ka akoma, por janë të limituara, janë ka fundi, edhe këtu do të thënë paraqitja është falas.